Partia Demokratike ka depozituar në kuvend kërkesën për përjashtimin me 60 ditë nga seancat plenare dhe pjesëmarrja në komisione të kreut të grupit parlamentar socialista Ulan të Balla. Kërkesa drejtuar sekretariatit për procedurat, vendimet dhe etikën bazohet në deklaratën e Ballës nga foltorja në seancën e së njëjtës, ku gjatë debateve me deputeten e opozitës Albana Vokshi i tha kësaj të fundit se për të kishte si numër telefoni 0900. Kjo gjuhë fyese, ofenduese, seksiste dhe diskriminuese ka sjell reagimin e menjëhershëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe në kushtet e marrjes së masave nga kryetari i kuvendit edhe ndërprerjen e seancës plenare, thot Partia Demokratike. Sipas kërkesës së Partisë Demokratike, deklarata e Ballës përbën ngacmim seksual sipas kodit të sjelljes dhe përmbush kushtet për penalizimin maksimal sipas rregullores me përjashtimin për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Kërkesa për përjashtimin e Ballës është firmosur nga 20 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike.